Ky projekt ligj vendos një standard të ri për Shqipërinë, garanton që vendi të ketë rezerva të mjaftueshme për të përballuar çdo krizë të papritur në furnizim, si dhe kalojmë nga logjika e reagimit të krizës tek logjika e parandalimit dhe planifikimit. Përmes këtij ligji, Shqipëria do të disponojë rezerva sigurie të karburanteve, të mbrojtura dhe të disponueshme në çdo moment, të administruara nga një strukturë dedikuar dhe profesionale. Dhe në fakt edhe marrëveshja që ne bëjmë me Enin është një nga ato elemente të rëndësishme për krijimin e këtij, le të themi, mekanizmi stokimi. Mbi të gjitha, ky ligj sankcionon një parim themelor. Siguria energjetike nuk mund të mbështetet vetëm tek mekanizmat e tregut. Ajo është një përgjegjësi strategjike e shtetit. Njëkohësisht kjo reformë afron Shqipërinë me standardet europiane, pasi përafron legjislacionin tonë me atë të Bashkimit Evropian. Në këtë kontekst, është shumë e rëndësishme studimi i mundësisë për krijimin e një hubi kombëtar të produkteve energjetike dhe merr një rëndësi të veçantë për këtë qëllim. Ai mund të përbëjë një instrument të rëndësishëm për forcimin e kapaciteteve kombëtare, të magazinimit, garantimin e stoqeve strategjike dhe për rritjen e sigurisë së furnizimit për ekonominë